e cila na kujton rënjet e dëshmorëve të fshatit Sllup, rënjet e dëshmorëve të fshatit Heresi dhe Dujak. Ndaj në respekt dhe në shënim të kësaj date, kemi ardhur me inderu me bë homazhe. Para se të bëjmë homazhe, ju lut gjithë ata që kanë me vendos lule, le të urdhnojnë të vendosin lule pranë lapidarit ngritur fshatit Sllup. Ju ftoj për 1 minutë të rim për dëshmorët e kombit. Lavdi, i përjetshëm kujtimim. Nga këtu do të shkojmë në Heres, në ora 12 do të bëjmë homazhe për dëshmorët e Heresit. Pastaj vazhdojmë në Dujak. Po, bashkë, po jetë. Faleminderit, nderime. Lavdi dëshmorë. Lavdi dëshmorë. Bravo, fina, ma Lavdi dëshmorë, nderime. Po. Bravo, Fina, Lavdi dëshmorë. Po vazhdojmë për atje.
përkujtoj ham knaqësi, ham mërzi. Inshallah gjaki tyne nuk hub kur. Inshallah përpjekem në gjenet. Me ta, me beken e mastritin. Se dyve u kom dhonë gji. Dyve i kom përcjell për një ditë bish. Punën këthy ftyrën s'jap kom pa. E sot jam gjallë nuk i harroj kur. Po inshallah këta tjetë janë me ymer e knaqe në rinja. Se për mua katastrofëlla, se kom pas matë madhin, në koshari kam bra. Thash oj mami, thash amër mam, tha oj mam, kom me në sot në kur. Thash ani në rruga hajrit inshallah. Krejt ma kanë kallë shpin, mu vish fotografit, vish vlaznit e mi, sa as fotografi s'kom pas, vish ata mi kanë rujtë e motra. Krejt na kanë kallë shpin e krejt.
I nderuar general Ramush Hajdinaj, faleminderit për juve që 27 ditë për na qëndron pronë edhe në ditë e sodit afër familjeve dëshmorëve, afër bashkëluftëtarëve, invalidëve, gjithë neve. Të nderuar general Hajdinaj, Nasim Hajdinaj, të nderuar kryetar Kryeqësinë e Kosovës, shoqata ndonjë feluve, të nderuar të pranishëm. Sot jemi mbledhur që me respekt dhe për ulje të nderojmë të gjithë terrenet për liri. Fillimisht i vendosimi lulet, pastaj me 1 minutë heshtje i nderojmë të gjithë terrenet për liri. Fillojmë me vendosjen e luleve, e kryjmë këtu pastaj në Dujak. Jemi në 12:30. Me heshtje nderojmë të gjithë terrenit për liri. Lavdi! Lavdi! Lavdi, dëshmorëve e martirëve, nderimit të gjallë. Lavdi, dëshmorëve e martirëve, nderimit të gjallë. Vita e lavdi, dëshmorëve, lavdi martirëve. Vita pa. Vita. Lavdi të qëshit jemen. Zawsze, wiesz, jest ale taki. A da widzisz mo, widzisz mo, Janë të mbushura me ngjarje të dëmshme të asaj kohe luftës, gjitha këto ditë që tani e deri në mes qershorit, e sot nderojmë në Shlup, këtu në Hereq, e vazhdojmë edhe në Dujak,
në Heresh janë 20 dëshmorë, 15 kvarter, ende disa të pagjetur. Vërtet është një ndjenje dhimbjesh, pra me kujtue sakrificën, vujtjet e popullit tonë, gjithë ato ditë vështira, po dhe krenari që tash në liri i nderojmë, në bashkohemi gjithë. Pra, i përjetshëm kujtimi, lavdi. Që përkalujmë tonë. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteranë të luftës, të nderuar pjesëmarrës dhe ju media. Sot, në 28 vjetorin e rënies të dëshmorëve të fshatit Slop, do të bëjmë zbulumin e moralit. Për këtë moral dhe për këtë vepër është përkujdesur artistja Leonore Musleu, e cila në mënyrë autentike ka realizuar portretet dhe fytyrat e dëshmorëve të fshatit Slop. Andaj, ne do t'jemi gjithmonë si gjenerat e rej, mirënjohës për veprën e tyre sublime dhe për ata që jepen dëshmorët e fshatit Slop, me të shtrajt e një. Ftojmë generalin Avdyl Mushkolaj dhe generalin Fadil Hadërgjonaj, si dhe kanë janë anëtarë të familjeve të dëshmore për të zbuluar këtë moral. Pas kësaj, vazhdojmë me zbulimin e moralit të dëshmorëve të Hereqit, të cilët ranë së bashku me dëshmorët e fshatit Slop. Morali i fshatit të Hereqit gjendet 200 metra larg nga këtu. Faleminderit. Lavdi dëshmorëve. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për neve, është përjetoj 28 i ramjes së dëshmorëve dhe është një ditë që ndihemi me emocione, sepse shumë dëshmorë kanë ra ditë për liri, sikur dhe dëshmorë tjerë, po falë gjakut këtyne e kemi sot shtetin e Kosovës, e kemi shtetin tonë dhe shpresojmë që ta forcojmë edhe më shumë që shtetit përkujdeset për familjet e këtyre dëshmorëve dhe të martirëve dhe të vazhdojmë rrugtimin tonë përpara që kanë dhënë edhe shumë dëshmorë të tjerë. Lavdi ju qoftë gjithë dëshmorëve.
Shumë të punë. Në gjipin për e punë, vetëm. Që edhe me avjullin gjithë, ta buen me... Deshte një pullë e fotosh, përbashkë. Po, sikur gjithë shqiptarët në atë kohë kemi pas betejës në Prekaz dhe pas betejës Glogjanit, edhe ne si fshat kemi mendu se është koha që të armatosemi dhe të fillojmë rezistencën e armatosur ndaj forcave serbe. Dhe i kemi pas disa mbledhje, disa organizime derisa në fund kemi vendosur, do të thonë që të shkojmë në mënyrë të organizuar në Shqipëri që të armatosemi. Ne kemi qenë 30 veta që jemi nisë nga fshati Hereq dhe kemi qenë në mënyrë të organizuar me përcjellje të ushtarëve të UÇK-s. Kemi shku në Shqipëri, na kanë përcjell, jemi nisë prej fshatit, kemi shku në Smolic dhe pastaj me përcjellje të UÇK-s kemi kalu kufinin dhe kemi shku në Shqipëri, ku ka qenë pika ku i kanë dhënë armatimin për ushtarët e UÇK-s. Kur kemi shku aty ka qenë një numër i madh i shqiptarëve, një numër i madh i, do thënë aty kom pas se sa kanë qenë shqiptarë të etshëm një përgjigjëthirrjes për rezistencën armatosur ndaj okupatorit serb. Dhe ka qenë një numër i madh i shqiptarëve që kishin ardhur aty me mbajtur armatim, me marrë armatim edhe me sjellën në Kosovë. Aty ka qenë të gjitha viseve të Kosovës, ka pas Hereq, ka pas Slop, ka pas Botush, Dranac, do thënë, s'po mujë tash mos t'i hinë bërgjë dikuj, po kanë pas, do thënë, për i shumë fshatrave që kanë qenë. I morëm disa armë, mirë po jo për të gjithë, sepse nuk kishte armatim të mjaftueshëm për të gjithë ata që kishim shku, sepse ka qenë, i kemi zonë një farforme si të pa përgatitur, nuk kanë qenë të përgatitur për atë mobilizim aq të madh të shqiptarëve që kanë mju bashkangjitë UÇK-s. Kështu që një pjesë tyre kanë marrë, një pjesë e tyre s'kanë marrë. Unë mendoj me sa kam ndjeni unë jemi kthy të gjithë. Jemi nisë rrugës, po nuk kanë qenë veç fshati Hereq atë ditë kur jemi nisë, sepse ideja ka qenë me qëndru pak më gjatë atje për me marrë armatim, derisa të vjen armatimi, sepse na premtuan që ma vonë do të sillin armatim prap. Po pastaj erdhi një urdhën aty që u bë një pikë e madhe, një masë e madhe aty dhe kishte vëzhgime edhe nga OSBE-ja në atë kohë dhe autoritetet e Shqipërisë ishin të sforcuara sepse u propagandonte që Shqipëria është i armatos UÇK-n e Kosovës dhe ata pastaj u detyruam të shpërndahemi. Dhe ajo që ka bëm na me ata armatim që kishim jo të gjithë, jo të armatosur mirë, unë nisem për Kosovë. Prita ka qenë mirë organizuar. Do të thonë kanë pas informacione shumë të sakta që ne jemi të ardha sti shtegu. Disa thonë se dikush na ka qitë në prit, dikush i ka informu, disa thonë se ka pas shqiptarë që i kanë dhënë informacionet për grupin tonë që
Unë nuk e di. Nuk jam I bindur për këtë. Nuk akoma s'kam gjetë fakte që tregojnë këtë gjë. Mbetet për institucionet tona të hulumtojnë rastin me pa, do të thonë se si ka ndodhur, a është e vërtet ajo dhe kush ka qenë. Dhe po të kishte qenë dikush vërtet në një shqiptar me I thonë atij se vetëm shqip ka folaj, se shqiptar s'ka qenë ai që na ka qitë në prit, nëse na ka qitë në prit. Është diçka shumë e dhëmshme dhe shteti është dashur me intervenu. Nuk më kujtohet saktë me kënd kom qenë afër. Kemi qenë një grup duke ecur në Kolon dhe për një moment, pa pritur, pa paralajmërim, kemi ndëgju krisma të lloj-lloj armësh që kanë gjujtë mbi neve. Edhe fatmirësisht unë e kom pështu në atë moment, do të thënë nuk kom mbeti I vram, as I plagosur në fakt kom pështu edhe I pa plagosur, dhe kom fillu mu zvarrit në për shkurra aty dhe I kom shpëtu pritës parë. Pastaj ma vonë, gjatë tentimit për me ikë, do të thonë, më kanë ndalë edhe më kanë zonë rapë. Sjelljet e tyne si gjithë të serbëve kanë qenë sjellje shtazarake. Edhe unë e kom kuptu, atë ka qenë diçka e pritur për tyre. Kanë përdorur dhunë të gjitha llojeve, psiqike, fizike, sharje, fyrje. Që në atë moment kishte qenë më mirë, kisha qenë ndoshta I vram për liri edhe unë se sa të më zënin në rroba. I Bërmetën e kanë arrestu ma vonë, po mendoj ma vonë e kom pa që kur e kanë sill të lidhur ashtu të arrestum, po pastaj në burgje kemi qenë bashkë të gjithë kohës, në njëjtat burgje që I kemi ndruar. Unë sarë vjen kjo ditë e përvjetorit disi ndina dhe krenar, po ndina dhe si me thoni ndi dhimbjet madhe për isha familjarët dhe e posa që është për I Bërmetaj se ai I ka vujt të gjitha ato torturat që I kemi përjetu gjithë zbashku, gjithë burgosër shqiptarë. Dhe fatkesisht nuk ja arriti në fund me dalë I lirë dhe me gëzu lirin me familjen e vetë. Në momentin ku ka fillu krismat në burgun e Dubravës, kanë qenë krisma për të anëve, do të thonë, unë kom qenë shumë afër tinë dhe disa tjerëve, mirë po, Ibër nuk e kom pa në ato momente, sepse ka qenë një allaka me madhe ku kem fillu me lëviz, me I këndej e këndej, po pastaj e kom pa pas I kemi fillu aty në përburg me lëviz dhe e kom pa sa është I vrarë. Mesazhi im është që këta njerëz kanë vdekë për liri. Nuk kanë shku për asnjë parti, kanë shku për shqiptari. Mesazhi im, partitë mund të ndrohen, qeveritë mund të ndrohen. Mesazhi im është që të përkujdesen për familjet e tyre, për mirëqenien e tyre, që ata sa do pak të ndihen të vlerësuar për kontributin që kanë dhënë familjarët e tyre. Dhe mesazhi tjetër është që të mos ketë aq shumë përqarje në këtë kohë. Tani është koha që ne të bashkohemi dhe ta çojmë përpara, ta vazhdojmë ndërtimin e shtetit. Ka mbetë edhe pak edhe të funksionalizohet shteti I Kosovës. Nuk qënë pesha jo ky asaj parti, jo ky kësaj parti. Ne gjithë jemi shqiptarë. Edhe atë ditë kur jemi nis nuk jemi nis për asnjë parti, jemi nis si shqiptar me luftu për Kosovë, me shliru Kosovën. Spari ju falenderoj për interesimin që keni bën për këtë ngjarje vërtet historike dhe madhështore të këtyre që sot I pam këtu edhe po shkojmë deri unalt. Po, pas një udhëtimi bukur vështirë I ndërum, bukur vështirë se ishim furnizu, kishim bingarku me municione. Në mëngjes rrugës pak u vonu, më të thënë drejtë. U dulëm me orarin e caktuar, s'ke mujt për me mbrojt diku ne hopshim rrugën pak se jemi kohën mirë të orientuar. Në këtë ngjarje këtë që ka ndodhur është një fatbarësi që në koordinim me shok jemi nal edhe kemi dalë
thuja ti 20 luftarë të Slupit dhe 20 luftarë të Hereqit, si njerëz kishe njohin artin luftarak pak ma mirë, ushtarak të shuj, edhe pjesën tjetër, pjesën dërmundse të ushtarëve kem lënë pas, që ku me pas një ndjenjë që diçka ka më ndodhë. Tras kapitun të lodhën, po me entuziazm të madh, që bëshim pushtë të lirisë, na pritëshin shokët, këshim bo një rrugtim, ta tham, një rrugtim për ne ishte rrugtim historik, se ne tash ishim ata krysh të lirisë që i bashkoheshim prej Luanit e Tuti, i këmejna histori mas historie që kanë bërë shqiptarët. Momenti kritik, si jemi fut në rrugën e drejtë atje lartë, janë një 2 krisma. Pas atyre 2 krismave, kanë fillu rafalle jashtëzakonisht tashpra. Rafallet cilat nuk e di a ka met ndonjë armatim i lehtë, po edhe Iran, po shka me trelez, mu gjujt neve. Moment i vështirë, moment qëndrese, moment heroizmi i shokve, patem luftarët cilë bombat e hedhura nga forcat, nga hordit serbe, sa aty kanë qenë të kombinume me uniformat të ndryshme. Adet kanë qenë të kombinume me format të ndryshme. Fillum me bom, me rezistu. Mirë po, istikamet kanë qenë të vendosura në anën e epërme dhe në anën e poshtme, mirë po jo të drejta, tërthorazi. Që gjatë gjujtjes, mos me e lëndu njëni tjetër. Mirë po edhe aty në bra, se edhe ata i ka marrë një panike madhe, e kom pas, qa me thonë, fatkeqësin mi pa në ata reshta, mirë po krenarin që i kom pa kryshtë të liris, i kom pa dëshmorët e liris, herojt e liris, cilët pa as një zonë, pa as një hamendje, ranë dëshmorë. Pritat kanë qenë më të vërtet tegra, edhe mundësia jonë e manevrimit ka qenë shumë e vogël. Ka qenë shumë e vogël, po me gjithat, nuk e harroj kur pas dikun 2 orëve, kur kanë ardhur me i marrë të vramët, edhe me pastru terrenin forcat serbe, se unë jam shtirë, kinë se jam i vdekur. E prori ushtarak i Serbisë, e kam dëgju, ka herë hapsha dhe syrin edhe e kam pa, ka dash mi pushkatu njësitin e vetë, edhe nuk i harroj kurat të fjallë, ku thot, si një ushtri, kaq amatere, për u që kene, jeshtë e fjallin, e mërë të amatere, me në shkaktu kaq humbjet më dhaja, një ushtrije, profesioniste si që jemi ne, po një ushtrije në prita mirë të organizume. Qka kuptova, se ato prita ishin konë të organizume me kohën. Fatkeqësisht me kohën ishin konë. Edhe ne patëm fatin me ranë to, e paguam me shumë shok, me shumë vlezër, mirë po krenaria është ma e madhe se sa humbja. Falë gjaku tyne, falë rezistencës tyne, edhe luftës tyne ne sa të gëzojmë, edhe ke marë sa të mi përkujtu këtu. Do më thonë prej 24 marsit, kur ka qenë beteja e Glogjanit, me njëherë kemi qenë në Kashok, në kontakt me kryesisht Ramush Haradina edhe shtabin e Glogjanit, ku kemi shkunja 2 herë në Glogjan, edhe jemi dakordu me ta që për mu nisë edhe na për me marë armatim deri ku jemi nisë me 21 prill, do me thonë, që unë kom qenë me ta në Gjavitin e me ata atjem, edhe furnizimi ka qenë shumë i mangët atje në Shqipëri, s'ka pasat shumë armatim, po kemi marë atë sa kemi gjitë, sa kemi mujtë me marë, edhe si e tha Gjaviti ka qenë një rrugtim shumë i gjatë, shumë i ljaltëshem, edhe në mëngjesin e asaj dite, do me thonë, kemi ra në pritën e forcave serbe. Ku pas asajnaj, jemi mundu si fshat më organizu, sidomos unë e kom najtë në kontakt me Ramushin edhe Dautin, jam nisë edhe një 2 herë tjera, prej fshatit, do me thonë. Për me marë armatim, në drejtim Smolica, ne s'kom mujtë me kalu, po herën e tretë prap me urdhën të Ramush Haradinit,
jam nisë me njësine speciale, ka qenë mbege, kanë qenë një 3-4 veta ata, ka qenë edhe Zet Rakuci i Gramaqilit që ke në zonë Masanejna, edhe do t'jem, jemi nisë, unë kom qeni vetëm për i Hereqit, që jemi nisë, i kemi bohe 2 ditë një natë për ma rritë në Tropoj, do me thonë. Edhe kom qëndru atje 10 ditë, ku mu ka bashkan gjitë edhe Mustafa vlau, i kom marrë dikun 17 kual armatim, edhe i kom sjell në Hereq, ku e në furnizu komplet fshati me atë armatim, edhe jemi mobilu prapë si që është mas mirë, i falë djemve të ri, i falë vullnetit tyne, do me thonë se paka shumë në patraje morali, pasi në patë në mrakta djemë, do me thonë që kanë qenë një ndër organizatorët e gjithë shkafit. Po prapë e murën vetën edhe kem pas ofenzivat një pas njeshme, se kemi qenë kuptohet shati janë është pak e magistrale, dikun 5 kilometra që e përfshin, deri me 9 gusht. Prapë me 9 gusht kemi pas një betejë bukur të madhe, ku si fshati kemi jep 20 dëshmorë e 15 martirë, edhe ka qenë pika kryesore e fshatit tanë, ku furnizu thuja komplet Kosova, kjo pjesa kënejnaj, se çdo natë ditën e menagjojshin rrugën, do me thonë forcat serbe, kurse natën delshim na si fshat e blokojshim edhe e bëjshim qarkullimin e armatimit ose djemve që ka shkojshim për Shqipëri, për krejt Kosovë, për me u furnizu më armatim. Se mu më kujtohet, sidomos e di që Gjaviti ka qenë duke hecë para meje, unë kom qenë me bekimin e gazmenin, ku 2 jenë vram, po ka dash fati edhe na nuk kanë qenë 10 metra distancë prej rovave tyne. Kolona ka qenë shumë e gjatë për ma, se jana. Edhe këta të parë, do me thonë këta të parë që kanë arrit aty, kur ata kanë fillu me shti neve, shumica, do me thonë, kuptohet që kanë betë vramë. Dikush kur shka mujtë mu pozicionu, me nëzonë pozicionet, mas nejna, kupton, ka mujtë edhe me bo rezistencë. Doj tyne, po trupat jo s'kemi mujtë me i tërhekë, se trupat kanë qenë, thuja, 10-15 metra, maksimumi 20 metra, lërgë istiko me vrova ku i kanë pas, ku i kanë qenë atat pozicionu. Mas pari, dua ta sqaroj pak edhe koordinimin e pritave të forcave serbe. Në pritën e pare kem pas prit Ballore në Kthes. Ka qenë një kamion i kollun aty dhe kanë menduar që është kamion që ka pret furnizim me armatim. Aty kishim pa koncentruar pritën e parë. Pastaj istikamet kanë qenë zigzag si që thash. Kanë qenë gjujtje të egra, gjujtje në të cilat nuk është arë në pyetje me shpëtu dika tjetër, ose me tërhek një të vram tjetër. Aty lufta ka qenë jetë o vdekje. Fatbarësisht terreni ka qenë me droj, me pishat gjata, dhe aty janë strehu disa kanë gjojt, po nuk muj me harru dhe një kontribut pa përmend të forcave të uqekes të fshatit Nivokaz, cilët janë tërhek për mine pak, se ne kemi rrugtu bashkë me slupin. Janë tërhek për mine dhe kur kanë ra këtu në grykin e Botush, kanë ardhë forca tjera për forcime, se kanë kërku për forcime, se na kemi qenë numërikisht një numër shumë i madh ka qenë. Dhe aty është vëzllëni edhe një shkembim zjarrin mes forcave të uqekes nga Nivokazi. Fatbarësisht nuk kanë ardhur derisa këta forcat tona janë rehabilitu, është dashur me marrë vetën, do thotë lufta ka qenë mos me pas ma shumë pasoja, se ato pasoja veç kanë qenë në ekzekutim. Është një befasi që unë kom pështu, nuk e di, është diçka e pa kuptueshme. Po, falë Zotit edhe fati e ka dashur, se edhe është një heroizëm edhe këtyre të tjerëve, e Satit edhe shokëve të tjerë që kanë qenë, se si kanë ditë, po edhe të fshatit Sllup, që kanë qenë me ne, se kur flas për Hereqin, ne kemi ka foli veç për Hereqin, po edhe për Slupin. Se ne kemi pas bashkë çdo gjë. Edhe deri në ndarje edhe me Dujakin kemi qenë, po Dujaka pak e ka deviju rrugtimin, nuk ka qenë bashkë me ne. Botusha është nal, ma nej, jënë konë të lodhën, kanë dashur me pushu pak ma shumë. Edhe kështu ka ndodhur, kështu është të vërteta, ne
kem bashkë korruptu, kem bashkë luftu dhe kem dhënë dëshmorët bashkë me slupin. Dhe një kompliment i jashtëzakonshëm se si kanë arrit këta trimat e UÇK-s me mbijetu. Ne atë katahuar ta quajë. Me 23 aprill të vitit 1998, në këtë betejë të UÇK-s, ne prita mirë të organizuar të forcave serbe nga fshati Hereq, u bën dëshmor të kombit Hasan Tahiraj, Sadik Alijaj, Bekim Alijaj, Shefqet Alijaj, Gazmend Ramaj, Vebi Hasanaj, Hajdar Thaqaj, Uk Shabanaj, Aditor Zan Rab Ibermetaj, tash dëshmori kombit, cili ka humbë jetën në masakrën e Dobravës, burgut Dobravës, edhe fatbarësisht e keni legjendë sot, që është gjallë Gazmend Tahiraj, i cili ka mbijetu në kasamatet serbe, të burgjeve serbe, në Serbi, po edhe në masakrën e Dobravës. Përshëndetje, unë e quhem Mehmet Hatërgjonaj, prej fshatit Slop, krejt fshatim Thirin Beg. Une, mas pari jem shkue, kur u dhez lufta në Glogjan, kisha qef mi u bashkue ushtrisht qlerimtarët Kosovës, edhe jem shkue e kom pas dy shok, Beq Lokaj edhe Hajdar Lokaj. Jem shku të ta, ditën, i kom marrë ata bura, kom bisedu me ta, kem vendos jemi shkue të Ramushi, jemi shku herë në parë për me bisedu me ta, me shku mu furnizue me armatim. Normal Ramushi nuk na njeki neve. Nuk na ka thokur gjotha vetëm kufini, tha shumë i rrezikshëm, tha që tash nuk mundë me kaluë. Jemi shku të nesit, apet njejta tjallë, unë e disha si s'po na nje. Jemi shku herë në tretë, na ka thorë Ramushi, a ka mundësi mu organizu ju vetë fshati Slop, edhe me shkue për armatim. Une jemi këthyje, jemi shkue ditën e 4, kur jemi shku ditën e 4, Ramushi shkon plagos, edhe o dolë shkelzeni. Tha, kajt jeni i tregum, thash që kjo dita 4 se mi ka vin, a keni bisedu me Ramushin, tham po. Qa po doni, tham deshtëm qështu më shku për armatim, mu furnizu. Qa u ka thorë Ramushi në ka thonë mu mobilizu vetë, edhe më shkue për armatim. Jemi orë në Katun, kemi bisedu me Beqin e me Hajdarin, rrugën nuk e njëshim për më shku kënej, edhe e kem vendos me marë Tahir Mazrekin. Tahir Mazreki për mi 20 herë kish pa kalu kufinin. Jemi taku me Tahirin, kem bisedu në të 4 aty, Tahir tha nuk ka problem, son të tha po nisën. O jemi mbledh Katuni, Loka e Mazrek i ka organizue Beqa me Hajdarin, Hatërgjondet ne i kem organizu na, jemi nisë për Shqipni, rrugër e latshme, i shkon 2 ditë, 2 net i kem bohe. Jemi shku në Shqipni, të ta din gjithë, që shka mujt me dëpërtu Beq Lokaj, me hinja aty ku është armatimi, krejt fshatrat që kanë qenë atje, Beq Lokaj i ka furnizu me arme. Gjithë dhe se për kushtirë kom i marë armatimin, i kemi marë 3 kual i kemi marë me armatim, jemi nisë për Kënenaj, jemi ranë prit, Hereqi o konë para neve, na jemi konë mas Hereqit, i kemi një ato kërsima, janë ra plumat sukur bresh në ku të bjenë, që ashtu janë ra, gjithdo njone i ka morë pozicionin e vetë në bazë dijes vetë. Janë pozicionua, ka pas luftime shumë të forta atë ditë aty, ha? Po kur ma në fund, kur unin do kërsimat helikopterov, ja kemi nisë me njëherë mu tërhek. Ja kemi nisë mu tërhek, se unik ushtima helikopterov, edhe jemi ardhë atë në fshat, që ditë janë ra 9 dëshmor të Slopit. Selmon Lokaj, Tahir Mazrekaj, Beq Lokaj, Hajdar Lokaj, Bek Hatërgjonaj, Gjemail Mazrekaj, Astrit Hatërgjonaj, Bekim Mazrekaj, Imer Lokaj. Kurse i plagosën ka qenë Naim Hatërgjonaj i Slopit.